Nderuar besimtarë dhe besimtare, Kurani Kerim është rruga i jon e drejtë, është dhikri përmendja e urtë, është hablullahi l-metin, është litari i fortë i Allahut, po kështu nuruhul mubin, është drita e qartë me të cilën orientohen dhe udhëzohen besimtarët dhe besimtarët. Asnjëherë nuk mbarojnë dhe nuk shosen çudirat e tij në të Kur'anit Kerim. Edhe ky libër, pra libri i fundit i Zotit Xhella wa Ala, asnjëherë nuk është i vjetër, nuk është i vjetër në përmbajtjen e tij. Është një libër prej të cilit nuk ngopen të diturit apo dietarët. Është gjithmonë i shijshëm, i këndshëm, është gjithmonë i freskët. Është libër i tillë që nëse syt thellohen në të, atëherë ato ndriçohen, orientohen dhe udhëzohen. Dhe wallahi lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër që ndon pikërisht e Kur'ani në udhëzimin me të dhe pasimin dhe ndjekjen e tij. Është libër i tillë që nëse ka me pas tij, atëherë besimtari dhe besimtarja asnjëherë nuk mund të humbasin.